Me mbrëma të nderuar shikues, mirë se po takohemi edhe sonte këtu në pasdite, do të jemi bashkë deri në orën 19, edhe jemi në ditët e epopesë së ushtrisë qëllimtare të Kosovës. Sot kemi nderën dhe kënaqësinë, kemi mysafir fantastik që do të jenë pjesë e emisionit, po edhe ata që ishin gjatë asaj kohe që janë fatmirësisht aktorë të gjallë dhe sot sidomos gjeneratave të reja po dhe neve mund na rrëfejnë me krenari gjithë ato ditë që i kanë kaluar. Me neve sonte në studio, para se ta prezentojmë, me neve sonte është Donika Shahin Ilami, e cila është reportere, ka qenë reportere luftës në televizionin japonez, do kemi një rrëfim të jashtëzakonshëm të saj, më pastaj në studio do të jemi edhe me dy ish ushtarë të ushtrisë qëllimtare të Kosovës, zonjën Velvedije Zogaj, e cila pra është ish ushtare, dhe zotin Bekim Shyti, ish komandant në UÇK, gjithashtu do kemi edhe materiale të tjera. E thash në fillim që kemi një mysafirë shumë speciale, edhe në emër normalisht të Radio Televizionin Kosovës e falenderojmë shumë, pasi që ka marrë kështu mundin të vijë, edhe pse ka pas kështu një intervenim në shëndet, po qenë ka mirë, bëhet fjalë pra për zonjën Donika Shahin Ilami, që gjatë asaj kohe ka qenë reportere e luftës për televizionin japonez, po edhe kontribuse normalisht në procesin e raportimit, sidomos në ato momente të vështira. Mirë se ke ardhur, Donika. Mirë se gjeta, Hedi. Faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit, jemi shumë mirë njës, na dërgove që qenë ke mirë, shqyqër Zotit, kjo na gëzon, edhe për gjithë shikues, po sidomos edhe unë ndoshta gjenerat të re, po edhe gjenerata tjetër që është duke na pa. Ju keni qenë reportere luftës për televizionin japonez, po thash edhe pjesë e proceseve të tjera, pastaj që keni kontribu sidomos në atë kohë, pasi që keni qenë pjesë edhe një gazetës, po edhe në përgjithësi si reportere e luftës. Normalisht gjithmonë kur të vije data 5-6-7, na kujtohet edhe familja pa diskutim, familja e komandantit Adem Jashari, komandantit legjendar, po edhe atyre ditëve të vështira që sot po i gëzojmë. Fillimisht po duhet të pyet qysh e ndim vetën sot në Kosovë të lirë dhe qysh i kujton ato ditë, megjithëse janë ditë vështira apo jo edhe për me u kujtu. E thatë me shumë të drejtë, sa herë bëhet fjalë për Drenicën, sikur na vjen një forcë e jashtëzakonshme. Ju kërkoj falje fillimisht për shkak shëndetit e tham fillim, po duket shumë mirë. Mirë, po, megjithatë mundohem nga zemra ta rikthej atë kohë, e cila na forcoi neve si komb dhe na hapi rrugë. Ishin ditë jashtëzakonshme, neve nga Prishtina, unë atë kohë punoja për televizionin publik japonez në dhe gazetën Kombi. Aso kohë, do të thot me 5-6 mars, Asif Mulliqi nga ne ishte në prekaz, në prekazën e epërm, ishte prekazën në shtetërëtim të skajshëm, gjithë një shtet ishte turur nga një familje, drejt një familje e cila po e mbronte jo vetëm shtëpinë e tyre, po e mbronte Kosovën dhe po na mbronte gjithë neve. Emocione i kaluar emocionit, jashtëzakonisht neve u prekëm dhe jashtëzakonisht e ndjem deri në palc rënien e komandantit legjendar, rënien e familjes Jashari. Mirë po, në ato momente Edi, sikur të gjithëve, na erdhi një forcë e jashtëzakonshme për t'ju përgjigjur Serbisë se koha kishte ardhur, se më nuk po funksiononte as politika parsore dhe as ajo status quo e momenteve dhe pse lufta kishte filluar. Do të ketë qenë data 10 mars, kur unë së bashku me kolegët e mi japonez shkojmë në barim të familjes Jashari. Deri në atë momentu nuk isha pa njëri të vdekun, isha 90 e gjysmë. Shumë e reja, apo jo? Krejt çfarë doja, donim, ishim një grupi të rinjeve në Prishtinë që punonim me televizionin ndërkombëtare dhe donim t'ja dokumentonim botës se nuk flitej për luftë kundër terroristëve, po flitej për një luftë të mërshme të një shteti që donte të shfaroste çdo gjë shqipe. Dhe me të drejtë ajo familje që ishte sulmuar disa herë para marsit, neve kemi edhe intervistën e fundit kujtoj të Hamzi Jasharit nga shpresa Mulliqi, pas sulmit të janarit, kur ata ishin pothuajse e dinin se rreziku do vinte. Mirë po, i madhe i vogël ishin të përkushtuar maksimalisht
që të mbronin dhe të luftonin, sepse dinin që fundi më kishte emër dhe se liria nuk vinte duke pritur. E mbaj menda ditë me 10 mars ka qenë një prej ditëve më të vështira të jetës ime. Kemi filmuar, policia serbe kishte lejuar një korridor për disa gazetarë dhe veprimtarë që të bënin varimin e familjes Jashari. Unë po i shkoja mrapa masatos dhe po të merrosha nga ajo çfarë sheja dhe gjatë rrugës për në Prishtinë i kam thënë me shumë dhimbje se nuk do mundem më të vazhdoj. Mirë po atë pas 4-5 ditëve Tokyo kërkon nga ne që ne të futemi në shtëpia të Jasharëve të dim nga afër se ku janë shtëpi nga një familje kishte luftuar një shtet, sepse televizionet ndërkombëtare bën bujë, gjitha televizionet raportuan se aty u vranë nga 7 në 77, u vranë pleq, u vranë fëmijë dhe normalisht një familje rezistoi kundër një shteti. Tok me Masaton dhe Mauricion neve kthehemi pas 4 ditëve të varimit në shtëpitë e Jasharëve. Gjithashtu ka qenë një prej ditëve më të mërshme, sepse shenem njolla gjaku, pak ditë ngurdhura, e mbaj men afër një sofre, afër një shporeti, shë një tepsi, me një cipite krelane pa prekur, dhe afër shë një fanel të për gjakun, Masato, produceri japonez, afër faneles e gjeni kukull të vockël, edhe më thotë, mu do një këtë lutë, më thotë, mere këtë kukull dhe me premto. Nëse dikush kthehet dhe vazhdon jetën këtë familje, ta kthesh si amanet, jepja. Ashtu e kam bërë dhe duke parë veprimin e Masatos. Unë shoh se ai po e merrte një faturë trymës elektrike, sepse donte të filmonte emrat e kryefamiljarëve. Unë shoh edhe një notes të vogël, pa e ditur që po e merre një pjesë historisë, unë vetëm me marrë në mënyrë instinktive, sepse thënë të drejtën, isha në një gjendje krejt tjetër, dhimbja ishte shumë e madhe. Sot jam psikologe klinike. I kishe takuar Dënik më herët familjen Jashari? Nuk e kisha takuar, mirë po e njeh nga shpresa dhe e kisha dëgjuar zërin nga intervista. Është shumë interesant ta dim intervistat më të bukura janë këto, për shkak që keni qenë edhe pjesë edhe për gazetar normalisht që ta përmbledhim në mënyrë sa më të mirë, sidomos në interes që po besoj është shumë i madh, normalisht edhe është për publikun, po në atë intervist çka tha Hamzi Jashari, se është shumë e rëndësishme, e përmende që ju keni pas një bisedë shumë të mirë me shpresën, cilën përshëndesim edhe ajo ka treguar edhe diçka ndoshta jashtë shkrimit, megjithëse e tha që e ka përshkruar shumë mirë se çfarë i ka thënë ai. Shpresa dhe Aqifi mbeten miqt dhe familja ime e dytë, neve kemi punuar me dekada bashkë gazetën Kombi. Natyrisht, pjesa ma e dhemshme ka qenë sa remi kthyer asaj interviste e cila është botuar në gazetën Kombi pas rënies së familjes, sepse ishte ne nuk do ta botonim përpara. Sa ishte periudha nga intervista deri te 2 muaj. 2 muaj ishte pas sulmit të parë. Po, pas sulmit. 1 muaj e gjysmë thosh. Afër. Dhe aty po shumë afër. Dhe aty Hamza direkt e thë shpresës se ata janë të vendosur të qëndrojnë në shtëpitë të tyre. Dhe nuk do largohen asnjëherë, i madh dhe i vogël, do të luftojnë dhe do të rezistojnë për lirinë, sepse ishin të bindur. Do thotë, ajo familje nuk kishte mbrojtur vetëm pragun e shtëpisë së tyre. Ajo familje luftën e kishte filluar ka vitin 1991. Adem Jashari me shok ishte dënuar nga Serbia me nga 30 vjet. Dhe shpesh herë edhe nga ndërkombëtarët, mirë po edhe nga vendorët, kur dëgjoj tek thonë se ka mbrojtur pragun e shtëpisë, jo. Ajo familje ka mbrojtur gjithë Kosovën. Ajo familje është vula e shtetit tonë dhe jem jashtëzakonisht të bekuar, unë personalisht, që kam jetuar dhe vepruar në kohën e tyre, që jam motivuar direkt, që kam prekur nga afër historinë, dhe Drenica mbetet një prej vendeve që unë i mbush bateritë sa herë që nuk ndije mirë, ose sa herë që
koha, si kur sa na ta mranshme, se koha na demoralizon pak. Drenica është vendi që buron liria dhe buron edhe dashuria. E tillë ishte familja Ashari, me njerë pas luftës. Unë pas kthimit tim nga Italia, se nga data 2 prill, zhvendosëm në Itali për t'i punuar dokumentarët ku na dëbojnë nga Prishtina. Unë kthejem në Prekas, kukullën i adhuroj Pacës Rifat, e takoj, pa atakuar ende familjen time dhe nga ai marr bekimin dhe forcën që nuk donte të më shikonte lëndë në sy dhe dëshironte që neve të vazhdojmë fuqishëm në rrugën e tyre. Shumë vite edi nuk kam folur, sepse gjithmonë e kam konsideruar se kontributi jonë ka qenë shumë i vockël. Karshia ati kontributi të madh aty në njerëz, edi neve takonim njerëz që varrosnin 4-5 antarë të familjes brenda 1 ore dhe na ngushtonin dhe na motivonin për rrugën. Por, sikur që atë rrugës të bën shumë vjetë dhe neve nuk ditëm t'i mbrojmë e t'i nderojmë, si duhet, edhe sot ndjej dhembje të madhe që nuk e kem shtatorën e Adem Jasharit në Prishtinë. Prindë e me ka moshë 70-75 vjeqe, janë të lodhur nga shëndeti, me shumë dashuri sot të dytë, i pash duke qajtur se kishin dëshirë, shkojnin Prekas, po mosha nuk ja lejon. Pse për prindrit tanë, pse për trit tanë, politika dhe Kosova nuk i bëri vend shtatorës Adem Jasharit Prishtinë. Ajo familje dha gjithçka për neve. Minimumi çfarë ne duhet të bëjmë për ta nderuar rrugën është i rrisim fëmijët në rrugën e drejtë, në rrugën e dëshmorëve, në rrugën e nderës. Të jemi më të dashur me njëri tjetrin, sepse ata kanë qenë shumë të vetëdijshëm dhe në gjendje shumë të mirë mentale kur e kanë marrë vendimin për të sakrifikuar për ne. Me vetëdije të plot. Jashtëzakonisht me vetëdije të plot, sepse unë pastaj, pas rënies së familjes Jashari, kam pas fatin më të madh të jetës, ta kem mentor të punës, generalin e Laskodrën, që Aqef Mulliqi na vurin kontakt dhe pastaj nga ai kemi mësuar rrugën edhe kemi mësuar, e kemi sjell me një farë mënyre u që kanë edhe në Prishtinë, sepse ishte një edhe thuhet që në shtëpinë e Laskodrës ka qenë ndoshta po edhe komandati legjendare të tjerë. Madje edhe nëna saj ka, nëna tim faktikisht ka rrëfime cilat tregojnë që aty janë bajnë ndoshta ato mbledhjet e para ose gjitha ato po e them kështu, fillimet e para. Shumë e vërtet edi me pat, nëna Naile ka një shëndet të lodhur, po me pat që e kem rrëfime që dëgjojmë nga nëna Naile, nga Bacireq, vendimet i Laskodrës ishte një prej miqve më të afërt të Adem Jasharit, të Hamzi Jasharit. Ç'thot ajo? Përmende ndoshta të ka ra shumë herë me u taku me të. Shpesh herë, edhe me shumë dashuri, edhe krejt familjes tashi, e ka shëndetin shumë të lodhur, mirë po gjithmonë flet për dashurinë, gjithmonë flet për faktin që nuk i kanë tradhtuar shokët. Dhimbja më e madhe në Kosovën e pas luftës është sepse na ka humbur dashuria me njëri tjetrin. Vetëm paramendone sikur ata njerëz para 3 dekadave ta kishin parë veten përpara Kosovës. Ata njerëz nuk e kanë parë veten as familjen e tyre. Ata njerëz kanë sakrifikuar gjithçka që ne të frymojmë të jetojmë shqip. Edi, shpesher kur i lexoj njerëzit, edhe sot jam profesoresh në fakultet dhe studentët mundohem t'i edukoj në mënyrën dhe në frymën, mundohem t'ja u kthej disa copëza të asaj jete. Sepse sado që themi 3 dekada, është edhe dhëmshme t'i jetojmë këto kora, edhe mos t'i kemi njerëzit cilët janë më meritorët. Fatkeqësisht disa nuk jetojnë, e disa padrejtisht janë në gjykata aty ku nuk e kanë vendin. Shërbimtarët e kanë vendin, në vendin e tyre. Dhe duhet historia t'i mësoj drejt fëmijët dhe Kosova t'a gëzoj, sepse nuk e kemi këtë liri dhurat. Njerëz e njerëz kanë sakrifikuar, e bisedua më herët, si Drenica, njëjta dhe Gjakova,
dhe gjitha vendet e Kosovës, po Dujeva e gjitha vendet e Kosovës i kanë dhënë bitë e bijat më të mira. Andaj, po, Prekazi është vendi më i bekuar për ne, është vendi më i çmuar, është vendi ku ne duhet çdo ditë kërkojmë bekimin, po të mos ishte Prekazi, po të mos ishte familja Ashari, të betohemi edhe nuk do t'jeshim shumë nga ne, nuk do t'jeshte as Kosova. Sepse, po, kontributi është dhënë me gjenerata, po jo, liria nuk është fituar. Gjatë atyre proceseve, liria është fituar me mund, me gjak, me sakrificë. I kem 1434 fëmijë të vrarë gjatë luftës. Është mjaftueshëm për të kthyer nga vetja, dhe është mjaftueshëm për të kërkuar se cili nga vetja të bëhet verzioni më i mirë, më i dashur. Jemi pak për të qenë të ndarë, edhe jemi pak për t'i haruar ata që kanë sakrifikuar gjithçka. Veç një pyetje thjeshtë a bënte sot se cili, a është në gjendje një thu, një gisht me dhonë dikush për Kosovën. Përgjigjen e di me dhonë edhe ti. E ata i kanë dhënë sot unë jam nanë vetë, nanë e 2 vajzave. Njëjtë kanë qenë edhe ata, babalar, nana, aty ka luftuar edhe kushtrimi 13 vjeç. Është një diçka që unë shpesh kur ju flas ndërkombëtarëve. Për atë Donik, po du me të pyet, ndoshta për shkak vitet kalojnë, po gjithmonë kështu lavdia më duket që jo më duket, po çdo herë vitet po shkojnë, 28 vite, 27, 28, edhe lavdia vetëm rritet. Kuptimin që me të vërtet është diçka e papame ndonjëherë në botë, një familje me u sakrifiku e gjitha. Po, qysh është perceptimi edhe ndoshta edhe për japonezëve, kur ju ke shpjeguar që një familje në një fshat të Drënicës, këtë rast Prekaz, e ka bë këto që është diçka për te që ndoshta imagjinata e njeriut është me të vërtetë shumë vështirë me konceptu. Edhe si e ndi ti se në 19-20 vjeçare besoj që edhe për ty bota ka ndryshuar në atë moment kur e ke pasur perceptim krejt tjetër. Definitivisht. Televizioni publik japonez, ekipi televizionit japonez ishin ekip padyshim profesional, kishin mbuluar luftën në Kroaci dhe Bosnë dhe ishin shumë të përgatitur. Falë gazetarëve ndërkombëtar, neve vendorët që e kishin vullnetin dhe dashurinë, mësonim teknikat, taktikat, se si duhet qaseshim. Edhe atër kur unë punoja për gazetën Kombi, duhet qanim rrugë me orë të tëra në përmale, kurse me televizionin japonez, me televizionin ndërkombëtar kishim akreditim ndërkombëtar. Shkonim në për rrugë kryesore, ndaloheshim nga forca dhe ushtria serbe, në secilin post-blok ishin nga 25-50 kriminali ishin ata vrasësit. Mirë po, ata donin edhe të jepnin një mesazh se neve nuk prekim në gazetar dhe nuk prekim në njerëz zakonshëm. Edhe ajo ndoshta për shkak që keni qenë bashkë me ta, po jo? Patjetër. Mirë po për neve kanë qenë ndihmës shumë e madhe, beson në shumë situata. Unë kam parë lot dhe kolegë ndërkombëtar, për shembull bekim tjetër, për neve ishte edhe gazetari anglez Vaughan Smith, i cili është një prej kontribuesve kryesor të ekspozitës që kemi hapur para 2 viteve, Reporting House, ku ka dhuruar shumë qindra orë të xhirimeve. Vaughan ka qenë në Smith, ka qenë një prej kamermanëve të parë që ka filmuar sulmin tek familja Ashari dhe filmimet e tij janë transmetuar në gjithë botën me datën 6 mars. Pra kemi pasur bekim të madh dhe kemi mbështetjen edhe të gazetarëve ndërkombëtar, jashta që pra po e them, vullnetin e kemi pasur të jashtëzakonshëm dhe dashurinë për njëri tjetrin e kemi pasur të paqmem. Atë çfarë ka humbur viteve të fundit dhe uroj me zemër që të na kthehet. Zëna Donik, minuta po shkojnë shumë shpejt, edhe e di që kemi me bisedu, po të premtoj që kemi me u pa prap. Faleminderit shumë që erdhe, sidomos pas këtij intervenimi. Unë të uroj shumë shëndet, fillimisht, edhe fatin e botës për juve dhe për familjen e juaj. Po para se të ndahemi e thatë që nuk keni qenë vetëm pjesë e këtyre datave, ke qenë edhe në vende të tjera, kështu që ke shumë për çka me tregu, sidomos gjeneratave të reja. Kretem fund para se të ndahemi një mesazh për krejt të rritë, se si sot ata që ndoshta nuk e kanë përjetu luftën drejt për drejt,
po që sot ne e gëzojmë duke i pa këto, duke i dëgjuar rrëfimet e juaja, po njëkohësisht duke pa edhe gjithë këtë sakrificë të madhe, jo vetëm të familjes Jashari, që këta kanë bërë diçka që nuk imagjinohet, po gjithë dëshmorëve të rënë edhe martirëve për liri. Mesazhi im i vetëm është që të këtuam njëri tjetrin më shumë, të ruajmë historinë, kemi histori të lavdishme, shpeshherë thuhet që nuk ka luftë të pastër, po besameti kjo jona është kristal, sepse kemi qenë në vendin tonë, kemi qenë të vuajtur ndër vite, është sakrificë, jo vetëm e një gjenerate, po e gjeneratave të tëra, e shumë brezave, kërë që fa na duhet është, ta duam se vërtet, sot e kemë mundësinë e lëvizjes, shkojmë kudo që shkojmë, po vend ma të bukur nuk kemë, dhe kërkun se në Kosovë, nuk frimojmë lirë shumë, andaj, ta dim që bekime, mbi bekime, e kem një familje që gjithmonë, ma pret, me duar hapur, mirë po edhe ne duhet dim të akthejmë a dashuri, dhe të akthejmë me misioni që të bëhemi verzioni më i mirë i vetës. Faleminderit, jashtëzakonisht, jam shumë nderuar, pa shka e pata pak frikën për shkak zëret mirë po. Shumë mirë, do shihemi përsëri edhe në përvjetoret e tjera. Lavdi pra. Faleminderit shumë, lavdi e përjashme. Gjithë dëshmorëve. Faleminderit.